E di unë që krijet me nga 2 orë fjalime ky Palloshi, po shikoni pak si është situata. Pothuajse të gjitha rrugët e vendit që ka ndërtuar Edi Rama janë në kolaps. Në Korçë po Gradec, bizneset, familjet, të sëmurët e plot njerëz me halle janë bllokuar sepse rruga Ushembe s'po ka dot zgjidhje. Rruga e Arbrit ka probleme me tunelin dhe rrezikon shembje. Tuneli Llogaras po ashtu. Unaza e Burrelit dhe Maliq Lozhan Ushembën. E plot segmente të tjerë me probleme të ngjashme. E ç'a bën ky Palloshi Belës? Ky na qesëndis duke sjell shembuj rruge të shembur në Portugali. O Pallosh, nëse do marrë shembull Portugalin, hajde e marrim dhe sillu si aty. Kryeministri i Portugalisë, Antonio Costa, që e ke dhe mik zotrote, dha dorëheqjen para 3 vitesh, sepse pikërisht ministri i tij infrastrukturës ishte kapur në afera korruptive. Nuk ju turrai as drejtësisë, as mediave dhe as popullit, e as mori rrugët e Shqipërisë si shembull. Dha dorëheqjen direkt. Ndaj, nëse do ta bëjmë si në Portugali, bujrun, jep dorëheqjen. Jepe se ti vdekurje. Kufon politike që të kontrollon grupin parlamentar Belinda dhe bandat, e që praktikisht sot ti nuk kontrollon me asgjë, sepse dhe ministrat e rinj këta ti diktuan. Jep dorëheqjen si ai portugezi, se diçka ka ditur ai për fundin e hidhur të atyre që nuk ikin me të mirë.